Assalamu alaikum. Përshëndetje miq të dashur, edhe sot siç do të njëjtë tjetër, po takohemi këtu së bashku me emisionin ton edukativ fetar Rruga ndriçuar drejt për drejt në televizionin Bali. Një ashtu emisionin ton mund ta përcjellni direkt edhe në TV Mitrovica, po ashtu edhe në internet, përgatësisht në webfaqen audionur.com dhe në webfaqen tjetër krenaria.com. Edhe sonte me mua në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Assalamu alaikum doktor, mirë se erdhni në emisionin ton. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirë se ju gjejmë. Doktore, di që çdo herë keni dëshirë të kemi tema të veçanta të cilat janë, do të thotë, aktuale në vendin tonë, mirë po ja që kërkojnë ndjes që edhe sot nuk kemi mundësi t'ju japim atë hapësirë për ligjërim, për arsye se kemi pyetje të shumta që kanë ardhur në emisionin e kaluar nga shikuesit dhe mundohemi që të mos ju mesim bosh dhe t'ju japim mundësi pyetjeve të tyre. Mirë po para se të filloj leximin e pyetjeve, miq të dashur, ju mund të dërgoni edhe sot pyetje, ne do të mundohemi të marrim sa më shumë pyetje që na arrin në telefonin ton, pra 044 049 536 635 dhe ne me kënaqësi presim pyetjet e juaja, ku njëherë shpresojmë që të merrni edhe përgjigjet nga doktor Shefqeti. Selamu alaikum, thot Aga Hoxha kemi, thot babën 65 vjeç, ka bë thot pak namaz para 40 viteve. Mirë po tani thot se kur të më udhëzon Zoti, atë do filloj namazin. Çka i thuat kësaj pune? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, për të madhët Allah, i cili ka zbritur Kur'anin e madhruar, e ka pajisur njeriu me këtë logjik të shëndosh, e ka bërë në shpirtin e njeriu ndjenjen, instiktin për me adhuru, se për fuqi, një fuqi të madhe absolute, i cili ka dërguar pejgamberin dhe ka dërguar shumë dëshmi dhe fakte, gjithandej ka shkon njeriu, ka do që anet, ka do që lëviz, në çdo lëvizje, në çdo shikim, çdo mprekje, çdo shijim dhe kështu me radhë, njeriu ballafaqohet me argumente të shumta të cilat dëshmojnë për latmadhrinë të madhe të Allah Azza wa Jall. Pastaj patjetër i çojmë selam shumë atij burrit të madh, zotëriu të parë dhe të mbram, zotëriu tonë dhe njeriu më të madh në rrezullin toksor, Muhamedit alayhi salatu wassalam, po edhe shokëve të tij dhe mezhve dhe të gjithë pasuesve të tij deri në ditën e gjykimit. Është vërtet ajo që ka thënë fillimisht para se marrë të pyetja se unë pëndjej ka njëherë, jo gjithherë, por ka njëherë, herë një zbrasi nga fakti se nuk po mund të mbajmë ligjërata. Unë po kam qef shumë herë me pas tema të veçanta të cilat do të kishim elaboru, do të këtij emisioni, por kur pja shoh letrat e juaja dhe atyre të cilët e sjellin pyetjet nga regjia, e që shumë herë shumë pyetje prej tyre janë edhe në kontekstin e ankesës që kanë dërguar shumë herë, nuk e mujt me lexu, dëse jam në një pozitë jo dhe ashtë lakmueshme. Se do që tjetë, ne po mundohem që të vim dhe të qëndrojmë besnik, deri diku t'japëm hakun këtij emisioni edhe këtyre dëgjuesve të shikuesve të nderuar. Për mu, më mirë dhe më në interes është ligjërata se sa pyetje dhe përgjigje, por unë këtu nuk kam marrë për veti, këtu kam marrë për të tjerët. Se do që tjetë, ashtu apo ashtu, më rëndësi është, inshallah, me përfitu diçka, më rëndësi është më mundue, më përpjek me thonë hakun, edhe qoftë ndonjëherë hak i hedhët, dhe haku din me kanë edhe hedhët. E pastaj më na bërë Zoti për atyre të cilët edhe punojnë, me atë që i mëson Allahu, me punu, me implementu, me praktikuar. Sepse ky Islam është nuri dhe dritë dhe është jeta e njeriu të krejt. Nga djepi deri në vdekje, deri në varr. Për mos me hub kohë, ditësisht me shfrytzu kohën sa më shumë, baba juaj i ka falur para 20 viteve aty këtu ndonjë namaz. E pastaj e ka lënë namazin dhe tash thot kur do Zotin e falna. Kur do Zotin e falna. Shumë njeriu thot kështu. Me desh Zoti edhe në shakon këtu i shakon ashtu. Ku pe din ti çka don Zoti, çka nuk don Zoti.
Pastaj, kjo është shenjë se të nuk i njeh ligjet e Zotit. Nuk i njeh. Allahu ka thënë në Koran për ty. Allahu nuk është i kënaqur me kufrin e robëve të tij. Se nuk është i kënaqur. Bojnë kufër, nuk është i kënaqur. Por nëse e falenderoni, wa in tashkuruhu yardahu lakum. Nëse e falenderoni, kënaqet me ju. Edhe kufri, edhe imani, islami, të dyja janë mbrenda vullnetit të Zotit. Sepse pa desht Zoti, pa dhënë vizë, pa dhënë leje, ai s'mund të bën kufër. Po dhe kjo s'mund të bën islam. Po dhe kjo goja mja sën punon, sën lëviz. Po dhe këto mëshknit mija nuk mund të thithin ajrë. Po dhe kjo zemër nuk mund të dërgoj gjakon, të shtyjë dhe të thithi, të shtyjë. Nuk mundet pa lejen e ati nga të. Po dhe kjo gisht, Allahu na rujt, apo gishti dikuj tjetër, nuk mund të punon, kër e ngrehe armen, pa lejen e Zotit, dhe vran vllaun, dhe vran mikun, dhe vran qytetarin. Çdo gjë që është në këtë kosmos, në këtë gjithësi, është me caktimin e të madh të Allah. Po ti e ke lyp. Ti e ke lyp. Për atë arsye ta lejon, por nuk kënaqet me ty. Ky punë të mira, i lyp të mirat, edhe këti ja lejon me bë mirë, por kënaqet me te, dhe falendron robën për punë të mira, dhe shpërblen dhe çon xhenet. Me pasqyrë se thot ky vllau, kur don Zoti, Allahu ka thonë Koran, me pasdesh Zoti, la amana man fil ardi xhamia, do të kishin besuar krejt kushin tokë. Krejt në tokë njerëzit do të kishin besuar me pasdesh të Allahut. Pse zër për Allahuna? Pse Allah i bëri me laçet krejt besimtar. Ka ndonjë me laçe që nuk e beson Zotin? Ka ndonjë me laçe e cila e thën urdhën e Zotit? La yasun Allah ma amarum, ka thënë Allahu, me laçet nuk e thënë urdhën e Allahut asnjëherë. Wa yaf'alun ma yu'marun, dhe punojnë çka urdhërohet prej Allahut. Dhe me thonë, nuk e kanë timonin dorë me laçet. Nuk kanë zgjidhje. Janë të krijuara në çat formë, çat mënyrë. Çat natyrë kanë. Në jetë njeriu ka natyrë tjetër. Për atë arsye nuk ka pas nevojë me laçe me quë Kur'anet, Tevrat, Zebur, librat shajta e pejgamberit 124.000 sikur neve. S'ka nevojë. Sepse ai edhe me desh të ka mundësi me zgjedh. Ndërsa njerëzit përderisa Allah ka krijuar në këtë formë dhe ka lënë të lirë. Kjo është haku e vërteta, kjo është el batil e shtremta. Kjo është drita, kjo terri, kjo kufri, kjo islami, kjo xheneti, kjo xhehenami, kjo rruga Allahut, kjo rruga e drejtësit. Por në këto janë argumentet të cilat shpinë dhe tregojnë ka është rruga e Zotit, e cila është. Ndërsa këto janë intrigat dhe dallaveret dhe hilet e shejtanit mallkuar. Andaj ndiqe atë apo këtë rrugë. Ti ai i cili vendos me mendjen tënde, me psikologjinë tënde, me aftësinë tua, me shqisat tua, me shpirtin tënd, ti ai i cili vendos. Po zotni. Po ky le të thotë s'po du më fal. Ose po pritoj. Ndërsa s'po don Zoti, la ilaha illallah. La ilaha illallah. E randështë me thonë. E randështë me thonë. Kupton e Islamin. Dhe mos e bëni me bë dallavere me Zotin. Mos e bëni se dini pe dinit krejt. Edhe çat pak iman që ki e rënën edhe atë e prish. Dhe çat shtëpi të vogël që kanë ndërtuar, çat kasull në formë figurative kushtimisht. Dhe çat kasull të vogël që kanë ndërtuar mos e rënën. E mbetesh pa të krejt. Pra nëse keni një kasull për timonit të Islamit, sa do të vogël pak, konsiderohesh mrana. Islamit me shprehje të tilla dhe bindje të tilla mundesh me rënu krejt. Po thot Zoti s'pa don Allahun më fal, atëherë pse të ka urdhëruar më fal pra? Allahu urdhëron të gjithë me hyn në Islam. Të gjithë urdhëron me hyn në Islam. Po ja që njerëzit nuk dojnë me zgjedh Islamin. Andaj edhe është efekti dhe arsyeja pse është dita e gjykimit. Sepse edhe në ligjet e dynjas, me logjikë që ndosh këtë dynja, çfarë efekti ka, çfarë do gjyqje qoftë këtë dynja, kur ti më imponon mua, unë jam imponuar me bëj diçka. Imagjino të më doni gjyq këtë dynja me thon kreçën i mashkull, këta më dënu. Pse i mashkull ti? Po. Ose jeni shqiptar, kam ju dënu, sikur serbi. Pse na vrojte, pse na myti?
pse jam shqiptar. Krimi jon pse jam shqiptar. Quhet krim kë? Po imponuar jam. Kush më ka pyetur vetëm më ka shqiptar as pa don. Jo që s'po ta lakmoj ty që je serb hiç, s'po ta ndroj. Po megjithatë, edhe nëse pajtej me ty, çfarë bëjnë kurse nuk kam dorëza? Është nuk kam ndikim, është absurd një gjë e tillë. Sikur se njëri të kishte qenë imponuar. Pra, në botën tjetër gjykimi, jo me din, ne themi për çdo namaz, Maliki jo me din, Fatiha. Sundusi, gjykatësi suprem i ditës së gjykimit, ka gjykim aty. Si do të kishte qenë drejta i gjykim? Sigur se ne të kishim qenë të imponuar. Kush ka islami, kush ka kufri. Jo, nuk ka imponim, ka zgjedhje. A e zgjedhë islamin e ka zgjedhë pjesërisht. Në islam nuk ka pjesërisht. Bënë muslimani mirë e fa namaz e le dallaveret. Se pas ke bo 650 të nxen deka, e të hapën sy të zgurgullohen që kaq. E pashat madhe në Allah. Kur të shifsh me laqet e vdekjes, lë bjen men për bëhet vën, edhe thu që ka thonë Allahu, qala rabbi rjiun, la'ali a'malu salihan fima tarakt. Ka të cek Allahu, për ata që nuk janë rrugë të Zotit, kur t'i vjen me laqja e vdekjes, dhe të shef me laqen, me ftyrë të shumtuar, sepse me laqet e cilat që vinë, njerëzëm janë marrë shpirt janë dy lloje. Me laqet ato janë një por me laqe, por janë dy lloje. Dy lloje sepse ato shndërrohen për një formë tjetër. I quajnë me laqet e rahmetit, të cilat vinë me ftyra të ndriçuara, me ftyra të mira, me pamje të bukur, vinë të i kesh, se ka marrë malli për ty. Presin, kanë qef më taku me ty, dojnë me të ndëru ty, me të dha myshde, o robi Zotit, o robi Allahut, myshde për këtë ditë, të cilën ke punu, për të cilën je premtu mos të tot, as mos të mërzit, se veç hajrit pret. Edhe kesh, është i qetë, tani fillojmë ja marrë shpirtin, atë njëjtat me laqe, kur shkojnë të individi tjetër, e prishin qehrën, e prishin pamjen, që me laqet gazepit, me laqet të rishtuara, nuk e thojnë merhaba të nga tjeta, por janë nisin me të rehne, e me dajak, sepse me laqet gjelëzojnë për hatër të Allahut, për din të Allahut azza wa jall. Te ke i din, te asun se ke i din, por mund të kuptojmë, sa gjelëzojnë me laqet e xhehenamit, sa me malli presin zullumçart. O Zot, na i bjeneve këto, na i bjeneve të sepse ne i hakmerëm për ty. Po, ato gjelëzojnë, ato preken në shpirt, kur bëhet keq ndaj Zotit, edhe gëzohen në shpirt, kur bëhet mirë ndaj Allahut azza wa jall. Dhe ato nalt, veçanti me laqet e qiellit, po dhe me laqet të paria Zotit nalt atje, bojnë Allah për njerëzit në tokë. Bojnë Allah për njerëzin tokë, flasin me zveti, kish me ndodhë kështu, filani kështu, filani kish bo një punë të mirë, mashallah, e lutën për të, e bini stikfar për të, me laqet, mahabet madh, bëhet në qiell atje, për punë të tona këtë në tokë, la ilaha illallah, e pastaj, doatën me laqeve, nuk ja këthën Zoti, dhe i vetëm kaq, dhe i vetëm me laqen në qiell nalt, për dhe me laqen me neve, çdo njeri i ka 4 me laqe. Një ka në të gjatë, një në të majtë, një ka para dhe një ka mrapa. Yahfazunuhu min amrillah, lahum aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunuhu min amrillah, ka thënë Allahu, ai ka roje para dhe mrapa, të cilat e ruajnë atë. Anë limin wa anë shimal qaid, ka thënë Allahu në ajetin tjetër, nëna gjatë, nëna majtë me laçe, kiraman katibin, të cilat e shënojnë 4 me laçe, edhe këto gëzohen kur punojnë mirë. Dhe më rëziti kur bënojnë a keq, la ilaha illallah. Po, mos të bëjmë temë. Vebiu nga Prizreni thot, kur do ta mbani një emision të tillë në Prizren, sepse deri para një viti ne thot ju kemi shikuar edhe në Prizren, por tani thot diçka nuk po mundemi, sepse nuk ka thot sinjal. Kur do ta mbani thot një emision të tillë pra edhe tek ne? Allahu shpërbleft për interesim vllaznin dhe motrat e Prizrenit. Natyrisht ne kemi menduar për një kohë gjatë se duke i shku sinjale dhe atyre atje dhe janë duke na përcjellur, por ashtu se e vërtova edhe vetë, se që vërtova edhe vetë kohën e fundit se duket sinjale të shkëputur për arsye ndryshme që ne nuk është kush me i ditë. Dhe kemi bërç natyrisht ne në Prizren shkojna me shumë dëshirë, sikurse edhe në qytetet e tjera të Kosovës, por na është afër ajo. Inshallah. Me shpresë që do të mund të shkojmë edhe atje. Ndoshta Allah është përbleft për
për komplimente. Po. Jemi thot 12 vajza me shami në shkollat e Gjilanit. Sot thot në shkollën e mjekësisë 4 vajza jemi nxjerr thot me dhunë prej shkollës. A du thot edhe Bashkia Islame thot në Gjilan të zgjohet dhe të reagoj me një deklaratë apo diçka të reagoj? Je nxjerr prej shkollës, unë ndëgjova pak para se marrë në emision për këtë rast. Njëra prej atyre vajzave telefonoi dhe tha këtë qetësi këtë. I nxjerr prej shkollës sepse këta punë tjera kanë kry krejt, në tërë punë kem Kosovë këtu. Çka ka punë Kosovë na kry kem? S'na ka më interesant. Nën tokë kemi kry punë, tash i kemi drejtuar qiellit natë. Të shibje kjo. Ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur çështja e shenjat e kiametit, kur biseda për shenjat e kiametit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon mes tjera se do të vinë një popull i madh i quajtur Ya'juj Ma'juj. Popull tani ky popull përbëhet kanë thënë dy kabileve, njëra e Ya'juj, njëra me Ma'juj dy fisë. Çdo gjë tjetër një popull është. Po mund të jetë ndarë në dy fisë. Të cilët bojnë kërdin tokë të Zotit, ka përmend Allah Azza wa Jall në suratul Kahf atje në fund suratul Kahf për ta. Ka folë Dhul-Qarnain e ballavaçu me ta kështu me radhë. Është temë vetë ajo. Por atë që do të them, Ya'juj Ma'juj bojnë kërdin to, kërdi. Çka thojnë ata në fund? Në fund thojnë, çka ka në tokë nuk na ka më të kërkosh. Vesh na më. Çash masakra që bojnë, çash kërdi që bojnë. Për tokë e krytëm. Tash thojnë diçka. Tash hajtë leftojnë atë qiellin lart. Edhe marrin shigjetat e shtizat, edhe gjyn përpjet me luftu Zotin. Se në tokë e krytën ata. Të mëçëm. Me rëmëmenti, mentalitetit tyne. Në tokë e krytëm, tash pëleftojmë qiellin. Dhe gjyn shtizat nalt. Po shtizat ju kthehen poshtë. Dënim prej Allahut Azza wa Jall. Edhe ata vdesin. Nëse është pasaj tregimi çka bëhet me ta, ata kur vdesin, çat shumë që janë, pe aromën nuk kanë mundësi me tu njerëz të tjerë. Edhe ankohen te Isa alayhi salam. Në atë kohë është Isa gjallë. Në ankohen se Isa se po bojnë ata fesad në tokë të Zotit, pastaj ankohen mos e kanë vdekë që aroma e keqe i mbyti. Te njeriu ka aromë shumë të keqe. Në trupin e njeriu ka aromë të keqe sa shtazës. Ma të keqe sa matransa të shtazës ka. La ilaha illallah. Është rahmeti i Zotit që ka bërë me shtin njeriu në dhe. Rahmeti i Allahut është. Prej kohës Kabilit dhe Habilit, prej fillimit të dunjas. Me shtin dhe njeriu. E pastaj dhe që ka kriju substancë, ka kriju dheut, të cilat janë vetëm substanca gjendën në dhe që i përshtaten trupit njeriu për me hangur, për me smelan njeriu me dal aroma jashtë, me bë për veti ka dalë me tret. Dhe me shndrurën në dhe krejt njeriu. Kështu është ligji i Zotit e ka bërë. Pra këta tonë qeveritarët, unë mendoj se kjo nuk është prej komunës të Gilanit. Unë mendoj se kjo është prej Snatit. Kjo prej Snatit gjithsesi është prej ministrisë, por ata i bojnë presion. Sepse punë të kemi kryer këtë me vere, me jogë, me tanant, me ekonomi, me bujqësi, me mjekësi, me arse, këtë kemi kryer, tash i kam ty në punën e qiellit nalt. Veçaj qiellit që thënë një gjithë me gjithë qafën, kam ja thyer edhe këty në qafën. Se është Zot një. Dhe ai që i del përpara Allahut dhe mundohet me luftu Zotin, gjithsesi ligjin e Allahut, fenë e Allahut, evliat e Allahut, Allahu tek me barrafsh me tokë. Herët apo va. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberin, hadith kutsi, ka thonë Allahu, ai që më lufton mun yumik men adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai që më armitson, ai që më lufton një mik timin, një evliat timin, një njeri që mundohet me maj dinin tem, unë i kam shpalla ti në luft. Ajo në luft me Allahun. Pështim nuk ka. Në luft me Allahun. Allahu ka me marrë hak në ta njerëz. Por, me këtë javë edhe javë në kaluar më duke të falun paka shumë për këtë qështje, ishte qështja Mitrovicës. Këta njerë qëka janë ka dojnë, është zërë mi kuptuhe. Qëka i pengon këtë njerëzë shaminja, është vështirë vërtet me kuptu. Ta mën kështë ndreqet e Mitrovicë pak, një tronë një farloj freskije sa dhe pak. Sigur se ai njëri kur është i jetë shumë maksimum, edhe një 2 pika e lak pak boost, nuk e gope me ujë ata, është e shumë ende, por pak një freski e lave si pak edhe boost, një freski e vogël,
Sa freskun pak atje me një lajm, vogël, po me një lajm, një pjesë Kosovës, tash na e thon ta pet sa këtu. Unë kam lajme edhe për sekretari komunës ka premtu se do të merret me këtë çështje personalisht. E unë shpresoj shumë të sekretari komunës, jo për ta lavdruar, por për ta thënë të vërtetën, atë sa njeh dhe sa kam nejt me te, se ka sinqeritet, dhe ka burni, edhe se ai ka thonë, nëse një vajzë në Kosovë dikun lejohet në shkollë me shami, kanë me lejohet dhe ngjilan. Unë e mbini që e kam majtë fjallën. Kam frikë se ke ka qenë këtë rast për natyrisht personale të gjithsesi, sa është urdhnes, por ka qenë për drejtorave të shkollave. Se ne, sa që kemë problem prej elitës politike, prej politikanëve tonë, liderë politikanë, të cilët nuk kanë të definuar kiblin e vetë, si kur një shtet pas status, nuk ka të definuar. Ai nuk din ka e man, po që aman ka të frynera, nuk më një thuk krejt komunista, po së një thua as demokrat, pas musliman, as shafir, kërka. E kemë problemin tjetër të një numër i madhe drejtorave, i arsimtarve, i profesorave, e kom fjallë këtë përësit profesorave, personelit arsimit, të cilët janë edukuar në shkollat marksiste, leniniste, titiste, enveriste. Edhe krejt gjakun e tina është leninizmi, marksizmi, enverizmi. Krejt, marksista. Edhe ta shaj mend zespret një arsye, një mbules sa do të vogël, një shkas pretekst për me realizue atë ateizmin e vetë që e ka. Ata nuk e pengojnë në klasë, nëse janë 20 vajza, apo ma pak apo ma shumë, pse janë ekstremet veshne, nëse janë, që shumica janë, po e pengojnë disa një që ofë një vajzë, pse është të mbuluar më shumë. Qaj e vret. Këto tjera të knaqë nuk e vrajnë. Ky veç komuniste bën këtu. Ai cili në shpirtin e vetë ka rrejtën ndaj islamit. E unë po shpresoj shumë që sepse ky problem që kemi cekja unë e kaluar, po edhe më herë ky do të zgjidhet në nivel qendror në alt. Nivel qendror duhet të zgjidhet. Ne musliman duhet të bëjmë presion shtetit, qeverisë, Ministrisë Arsimit, në të gjitha format e mundshme, deri te protestat masive i madh e i vogël krejt me dalë. Ata që kanë sa do pak ndjenja të shqiptarizmit edhe të islamizmit. Ata që thënë të islamizmit përfshin edhe hashkalit të torç të garant të krejt. Kur thëmë shqiptarizmit, edhe ata që dojnë edhe kombin shqiptar dhe traditën shqiptare dhe vendin ton këtu, sepse ky do me të bëm mazi se shkan. Ky do me zhvesh prej bile shka ka identitetin e vetë kombëtar dhe fetar dhe nuk ta nërën dhe në kiamet. Ky do me ta zhvesh edhe këtë identitet që e ke. Ata kombëtar gati se na zhveshen, edhe fetare ka një mu komunizmi 50 vjetë, e kanë gjithë si hasder dhe nuk përdojt edhe shumë mund për me zhvesh, edhe me na lanë neve shqiptarve 1.800.000 shqiptar pa identitet kombëtar dhe fetar. Dhe me të mërë. Na kërka heq mu. Në mete që ke gjua dhe këta kanë më mundu me reformat të ndryshme graduale, me na fut një 10-15% italiane fjallë, 10-15% franceze, gjermane, tjere, edhe më bu një farë koktel gjuhe, kështu ku diune që ka na del në fund krejt. Se dhe që tjetë dhe të përdor metoda të ndryshme, të lejshme, të presionit, debatit, format të ndryshme, të lejuara, me ligjet e tyre, me ligjet e Evropës, jo në mënyra radikale, se gjithmonë ata thënë këta radikalista janë. Radikalista janë jo. Ju një radikalista, ju një ekstremista, ju një ekstremista, sepse me janë mbyll dyrë qytetarit në komunikim me qeverin, me janë mbyll dyrë qytetarit në realizimin e drejtave të tij dhe në hapjen e urave, në krimin e urave të komunikimit, kjo është ekstremizëm në veti. Psa nuk është ekstremizëm që ka thojnë një numër i madh parlamentarëve tonë në Kosovë, a është një ekstremizëm i mykt, i vrasht, në ekstremizëm ekstrem, por e kanë gjetë terenin e përshtatshëm dhe s'ka kush e thot. Sigur se Serb,
Vetëm ata kanë folë serbisht. Çka kanë desht? Kanë bë me neve dhe në fund kanë thonë ti je fajtor, ti je separatist, ti je ekstremist, ti je çktanat. Pse ti dap ti leg? As ki media në dorë, as ki polici në dorë, as ki poshtet në dorë, s'kem pas kur gjë, e kem pas dajakin me kry. Tash tak njëjtit. Vetëm dajaki që është hjek dajaki, edhe gjuha është në rrugë. Për ndryshe e njëjta metodë është ka përdorur. Ekstremizëm atje, ekstremizëm këto. Unë po shpresoj që këta këtu në Gilan kanë me njek rrugën e Mitrovic atje, kryetari i komunës shumë po shpresoj që ka më rregullu. Desa të rregullohet me ligj në krejt Kosovën. S'pakos ato është mandatin e tij këto. Atje në Mitrovic janë të buha xhallar Këshilli i Bashkisë Islame dhe kanë biseduar me kryetarin. Tash ka desht Zoti fatë që ashtu ku vetë sa janë bë zgjedhjet e këshillave të Bashkisë Islame nëpër Kosovë. Dhe këtu në Gilan vetë sa është zgjedhje i ri, s'ka në javë ditë, ndoshta 4-5 ditë, ku edhe shfryzërash dhe më javuru postin e ri dhe me lutë Allahin me ndihmu, se është një përgjithësi pasha Zotin, është një përgjithësi, Allah i ndihmoft. Ende nuk ka marrë atë formën e vetë, se është ditë e para të punës, e mendoj që edhe këta kanë me bisedu sigurisht me kryetarin, kanë me qenë në kontakt, dhe pa shpresoj të Allah që këto probleme kanë mos zgjedh, se pasha Zotin nuk kemi kohë më marrë. Leçi është haram, leçi është ndaluar, po kohë nuk kemi marrë dhe nuk ja vlen shteti më marrë me sene tima. Nuk ja vlen shteti, se leçin është ndaluar fetarisht, është ndaluar me ligj, është ndaluar me logjik shnosh me ata që kanë mend këto, ata që janë pa mend, ai pa mend, ai trent është ai. Ai shkon në shtëpi huj, si hyjvani, shkon në nart huj, nuk e ka dert ai, so pa mend. Po flas ata që kanë mend. Ata që kanë mend dhe mendojnë me logjik dhe mendojnë për të ardhmen e shtetit dhe për të mirën e popullit, nuk merren me sene të cilat e prekin identitetin e qytetarëve dhe janë të vogla abort, të vogla janë. Të vogla janë. Sigur se tash më marr shtetin me sene pse del një modë njerëz djemt i bojnë flokë të gjata. Për shembull, del një modë djemt i bojnë flokë të gjata. Nuk ja vlen shteti më marr kësaj të vogël. E cilësejt mirë dhe të keqe. Ja vlen marr de faktorë që janë më të vogël. Shteti marr punë të mëdha, me punë të mëdha. E mirë është tek ne shteti merr me punë të vogla, e punë të mëdha kërkosh e çabur. Neve kryjnë Serbia atje, nësë kemë nevojna me kry, ata ne kryjnë punë tona. Ata ne ta prejnë këmishën që është dënë ty vetë, bashkë me ata tjetë Bruxelles atje, ta rejnë shpinën ka pak dhe se bërri mirë jeti, pëse ne bërri mirë sepse ti po që po thujnë ana. Ti bërri mirë, po pasha Zotit, gjithë kush këtë dënja, si të thush, qa kanë me thonë, kime ka bërri mirë. Edhe bashkëpunëtorët e tonë, stakro, bejtë e tonë, vllazën e bashkëpunëtorët e Serbisë, bejtë e vllazën e tonë, që kanë bashkëpunu me Serbinë, pej 90-s, pa dhe më herët në kohë komunizmit, deri mas luftës, a ka rrej shpinën shkau, që po vetë bile. E ka thonë me juve nuk ka. Po pësta rrej shpinën, dikosh nuk dhe thët që e ki mirë, ja më sahabet. Më sahabet. Pësta rrej shpinën. Edhe të kundët e, pëse të thojnë të tanë, je i keq, e je ekstremist, e je radikal, e je i pa fe, je pa kam, je pa dhe, je kundër integrimit, bëm, qytetet tjerë, nuk është kushti me qenë qashtu. Jo, marja nuk ka kusht, lehat meselet ti. Cilët që tjetë Allah në allëzoft, në drejtoft, në mëshiroft, inshallah zgjedhë këtu problemet, vogla, por të rëndësishme, vogla për shtetë e kon fjallën, të më dha për neve, ecë për para shteti, e në ndihman Allah o në allëzat. Po. Janë thot një vajzë nga Voshria isha kurioztare të di sa është e vërtet ngjarja e së martës që ka ndodhur thot në Prishtinë. Ka qenë të kënd të veklane dhe kam marrë intervjist prej meje, edhe mund ka bu kurioztar pastaj, edhe kam hap internetin, edhe kam pyetur njerëz, edhe kam dëgju, dhe... Që është për qëllim se shumë njerëz ndoshta nuk e din kanë nevojë me sqaru. Po, se vetë se kemi edhe pyetje të tilla të çka mendon hoxha për zhurmën që është krijuar në kryeqytet. Po, sigurisht ka pyetje, po. Në natën, cilën ditë ke? Të martën. Të martën, po. Dhe me thonë natën e të mërkurës. Po, mes të martës të mërkurës, diku ka mëngjes është dëgju një za begi i madh në qytetin tonë. Po le që dëgju tek ne. Po pe fillimit janarit,
është duke të shfaqur shumë vende në përbot. Shumë vende në përbot dhe është i njëjti za, i njëjta zhurëm. Në thonë drejten, këtu sene mas pari nuk janë fortët për të besuar, sepse sot mediat manipulojnë shumë interneti, ku dio njerëzit manipulojnë. Andaj ne nuk kemi nevojë për të më lodhë me to. Por, një gjatë që është sigurt se Allahu Azza wa Jall çan çka dën. Ai çan çka dën. Allahu i madhruar çan edhe që themi ne me ligjet tona dukuri mbi natyrore, dukuri që janë jo normale, jo të zakonshme. Sikurse të cënomat të termetet, sikurse nxënia e diellit të hanëse, që nuk janë të rëndëmta, nuk janë përditshme, nuk janë zakonshme. Çan Allahu Azza wa Jall. Çan Zoti. Dhe Allahu prej një çifti bashkëtor burr dhe gru nuk ka qenë fëmijë që në formë shtazës. La ilaha illallah. Ka dulaj. Allahu deshti. Allahu deshti. Dhe atje që një fëmijë me 2 krena. Dhe që 2 trupa me 1 kry. Allahu deshti. E ka thonë Allahu, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Ne nuk dërgojmë ajat, argumente. Këto në argumente shtesë. Argumente të rëndëmta, të përditshme me miliona, shtash fillim çat prek, çat shefsh, dëshmon se Allahu është krijues. Kjo karri që mi ulur në te, dhe kjo xhibe apo pall që ka më në veshur, dhe kjo orë në dorë, dhe ku diune, a nuk dëshmon se është një mjeshtër? Ka ardhje, dhe të bo. Po nëse kjo nuk e bo vetë, dhe kjo këmish nuk e bo vetë, dhe kjo karrik nuk është bo vetë, dhe kjo tavolin këtë drund nuk është bo vetë, e të shëbo këtë djellë kjo hanë vetë. Kuj një e mush të menëm, be. Të mush manere mu menëm për një send vogël, se ora bo vetë, i vogël, do më marrë hale më të vogël, mërë në send më të vogël i këtë dënjo, mërë kemi këtë tanë, mërë shka thonë Allah, qërë Allah që qështë i sfidan, thëtë, Allahu Azza wa Jall, krejt krijesat e Zotit, krejt idhë dhe statuja që adhurojnë pas Allah, po edhe njerëzit bashkë. Le të mundohen, le ta krijojnë, le ta nxjerrin ushqimin që ka shtimi i zangoj, le ta kthejnë që ka qenë gjendën e përpashme. Le ta krijojnë me fjalor tjetër një kokër grun. Ka rrit shkenca sa të dush. E ka marrë mizën, le ta krijojnë një mizë. Nuk mund të krijojnë mizën, krijo mizën. Hajt krijo. O do marrë më të vogël hala, po përrejse, do më të madhe, krijo. Dhe jo vetëm kaq, por edhe atë që ashtë një zangoj, le ta kthejnë gjendën e mëhershme. Dhafët talib vë matlub, i madhruar është Allahu. Thot është i dëpt, i paaft, edhe njeriu, edhe atë që adhurën ti, që pëthu zëtë. Krejt në një amë. Kërjanë në diçka. E për më thua kërju këtë gjithësi pe vetvetiju, ti trendi. Ti pasha Zoti nuk jenë tokë Zotit. Edhe vene vetë gjehnemi ki. Trend brej, trendi, që mendon, njeriu cilë dhe të kriju, po ti mush ma mendjen mu se kriju ka kërrik vetë. Pra, Allah dërgon argumente sot dush. O fjen fësikum, vetvetin e juaj, në qilë, në tokë, në këtë gjithësi. E nuj, e në bari, e në pëm, në lisa, ku dush. Argumente, qanë Allahu, Azza wa Jall, e natën, e ditën, e vdekjen, e ringjalljen, e lindjen, e pleqërinë, hajte. Por me gjithate, këto e në të rëndëmta. Argumentet e rëndëmta për njeriu në shkurt pambës bëhen tepër të natyrshme dhe nuk javën rreth veshin. Për atë arsye Allah i madhruar na tregon, më bën halal por do ta zgjasim në 3-4 minuta 5. Prej kohës së Nuhit e radhës deri te koha e Muhamedit alayhis salam, kjo është periudhë mijavjeçare. Sa ka dërguar Allahu pejgamber të një popull eks populli. Gjithmonë ai popull ka përgënjeshtruar fillimisht, ka përgënjeshtruar pjesa dërmuese, kanë besu pjesa e vogël. Ata që kanë përgënjeshtruar, veçantë ka qenë paria dhe të mëshme, që të na.
Gjithmonë paria. Kam pa fjalë paria udhëheci, por udhëhecat, njerëzit me emën, njerëzit me famë, njerëzit me pasuni, gjithmonë kështu i shkon prej krijimit dynjas njerëzit më të këqij tokë, Zotit e shëngon paria e njerëzve dhe njerëzit me emën. Dhe njerëzit më të butë, më të mirë, më afër kanë qenë fukarat, shtresat e ulta. Për atë arsye, me vërtetu këtë se thotë dikush se ka hoxha mirë, që të kallëzisht tash e kam mirë se kam. Në kohën e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, mbreti i perandorisë bizantine Herakliu. Herakliu mësojna për shkolla edhe sot. Herakliu është mbreti i cili ja ka dhënë famën, e ka ndërtu tamam në formën më të mirë shtetin bizantin. Në shtetin bizantin ka nejt 30 vjetën pushtet. Kur është dërgu pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamber, dhe me thonë shekull në 7, a i ka qenë në pushtet. Në kohën e tina është zgjerua shumë perandoria osmane. Dhe perandoria bizantine. Ka reforma të ka buaj, në shtrije më smarëm kohështë. Në ka qenë njëri madh, vërtet i madh, dhe kërnuan bizantinët dhe krishterët me ta. Edhe fenë ka dashur shumë, edhe ka ngritë shumë, po edhe shtetin ka ngritë shumë. I ka bashku dy faktorët. Pejgamberi dërgon një letër atina me thirrje në Islam, sikur se mbretëve të tjerë. Ai kur e lexon letrën, thot prit pak. E thirr, përpas që lexon letrën dhe shef se letër e madhe koka kjo, dhe kjo letër këtu fjalë të mëdha për një njerëz të madh. Dhe e thirr thot gjomna në një grup, një delegacion njerëz ku të muni që rrin me të njofi bimni këto. Dhe dan Zoti rastis, domethënë rastisht qëllon Ebu Sufjani në afrim pejgamberit me karavan tregtar në Sham. Sham është në Damas, Siri. Ka qenë perandorim bizantine. Dhe kapën shteti, policia, thënë je për Mekës po, e jep Muhamedin po. Hajde me neve, komplet lapët këtë mreti, kërkë rasin pallat mretit. Edhe mreti thëtë zotni, pa e këto. Ona kom të bërë dësa pyetje ty për Muhamedin atje. Me bu më rajt diçka i kryt. Ju gjemati, ju shokët e tina këni më rajt mrapa. Si të randë diçka kë, veç bëna me shaj mu që jo. E në reqën e këtu. Se këthat mas tani, këm desh me rajt, po s'kum gëzu se këm pata për mas, jem tut. Edhe në mes tjera shaj thët, për pejgamberin. Alayhi salatu sallam, kush po e pasan këtë pikë për ceki? A po e pasojnë të pasurit atë varfërit, a shtresa e lartë, a shtresa e ulët? Thot, valla shtresa e ulët. Dhe të varfërit. Thot, kështu ka qenë traditët tonë pejgamber të mëhershëm. Ka qenë të Isa, ka qenë të Musa, ka qenë të krejt ditjaja. Pra, shtresat e ulta janë ma shumë rrugë Zotit, shtresat e nalta janë ma kërkon. Let mlidhen krejt njerëzit e kësaj dynjaje, sta qenë të naltë, po edhe tullt, të ku është kjo shkencë për para kësajna, për para këty në sfida, për la ilahe illallah Muhammed Rasulullah, i madhe Allah, ka sjellur fakte dhe argumente sa të dush, por ja që njerëzit pak mendojnë edhe pak logjikojnë. E Allahu sjell nga një herë dukuri të kthehej me të ku kem, të jashtëzakonshme pak. Pra ata thëshin pejgamberëve të Zotit, bënajt argumente. A nuk e shihni tokën, thonë të Nuhi alayhi salam. A nuk e shihni qiellin, a nuk e shihni shiu që shbjen, a nuk e shihni që lind juve Zoti. I sëllta të logjikshme, nuk ka nevojë të përshkencë për shkollë. Ta thënë ja, s'na diçka tjetër. Të Shuaibit, të Hudit, të Salihit, të Ibrahimit, të Lutit, të Aranjit, të Merat, të pejgamberi ju. S'na diçka tjetër. Tha Salih diçka për çka? Ju tek. Çka gura, pse gura më se përpara po. Lutë Zotin tonë del pe gurin i deve. Po deve dal. Edhe kjo deve më dal me bardh. Edhe më mirë na çita me leve. Po që kot, më fut kot. E më bën me dal. Me bën me dal a besani? Pa, na më besu. Po çu Salihi, hini namaz alayhi salam. E po falet e pelut Allahun, e pelut Allahun azza wa jall. Dhe çaku. La ilaha illallah. Dhe doli devja, o Zot. E përshkruan Allahu disa vende në Kur'an tregimin e Salihit. Ama qatë shumë ju hidhërua Allahu ati populli pastaj. Doli devja, dhe doli me barë, dhe lindi me njëherë. Dhe atë shumë tamë që të këtë devja,
krejt fisi, krejt populli e milshin dhe pejsajnë e peshin tabel. Por ata të mallkuar, gjelëzu, në numër e besoj, në numër sahi e besoj, por pjesa dërmuese nuk e beson prap. Thanë për pjathejm kamën, pse? Për në epin ujt, epin të ujshëm, edhe athin kamën deves. Kër athin kamën deves, i gjunë edhe me thike për mysin, brime se deva bërtet shumë, brime deves, o zot. Edhe sigur se deva për të rek vrejtjen të vogli që ik të hup, se unë e hangër, se dhe shtaza komunikon me shtazën. Allah, kër e pas alihi, tha o populli ja, populli jam, ju këmë thamë se përek një deve. Se kjo është shenja fundit, tha i keni 3 dit afat. O zoti ja. I keni 3 dit hani, penni, qka të dëni bëni, mas 3 dite e sheni. Mes 3 dit i keni afat. Me jetun këtë dënja, o krya e pun, nuk ka me ju e bisedë, nuk ka. Dhe 3 dit, qa që i boni madhe Allah, azza wa gjell, ditën e parë, thanë, o toten, kër i tha, nesërme, kër e qunë me njës, krejt njës të i panë, për shënë gjëtëri ftyrat që kanë pas për para, i kanë skuq ftyrat, qa ka bëhet, shkaj që e ditë, për njëhin një, e ejte, ditën e prante, i kanë bëhet ftyrat e kuqe, krejtën sabah, qa ka bëhet, shkaj 2 dit, për njëhin të ata shata, Sali nuk komunikon me ta mo, o kry. Ditën e tjetë kërë në qunë sabah, ftyrat e zeza o zëtë korbi ka po. Erdhe dënimi Allahu ta zëvë gjelë që cikë zotë në Kur'an me pasko, e këshëm bo tem në veti, i boni Allah rash me tokë dhe ila ernek dhe moster edhe sad, me shkull nga dishullin arabik, janë shtëpijat e tyne në kërsh në kodrat më dha, 100 metra për pjetë, e kanë bo kodrën. Shpellë mrena, qashtë mëdhej dhe gjiganta që kanë qenë, dhe kanë thonë, sa ka kush matë me se sa na im bota, gigantat mëdhej, kanë i tuka 600-700 vjetë, por Allah i bo në rafsh me tokë. Pra, i dërgaj Allah shen, jo të rëndëm ta, se lëpen. Natyra njeri ju të, shqeqav, sa të botë, këtë sodit, kemi argumente sa të dush. Për shëft kemi jetet është me linë djeli ka përëndimi. Po mirë djelin, njerëz të shofin për dytë. Fëmija shofin, pleq të shofin, për të musliman, shofar të shofin normal. Po hec, po leviz. Se një nuk e dalën tokën, po dalën djelën. Po, ato ka leviz, djelë ka dalë. Njëherë ndodhë njët, veç njëherë. Djelë ka me linë nga përëndimin lindje. Me shku. Po njëti djelë është, që ka ndryshun të ashtë, ja, qka ka njeri në këtë dënja ima dhe vogël, 4 anë të botës më, s'ka fjallor më. S'ka fjallë më, të shokuar. Pse? Pse panë diçka të pazakonshme, ama diçka shumë të madhe. Pra, edhe kje punë e zanit, punë e zërë, zhurme që në dëgju, mu ma kujton, nëse ka ndodhë diçka, për mësë pas të ndodhë, ma kujton zhurme në cilat do të ndodhë kur të fryet boris, para se të bëhet kiamit, kur vje koja kiamitit. Që ka thonë Allah edhe fryet surit boris, fësaiqa men fis samawati wa men fil ard ila men sha Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shumë ulema kanë thënë se fryra e boris është 3 herë. Herën për ty në Ibn Kathiri, herën e parë, një historian të njohur. Herën e parë i fryhet, qaq zhurmë e madhe, ndihet në tokë, sa që njerëzit, qa ka bëhet, edhe më nuk ka kush rrekt që më nëbën. Qash panik i kaplon njerëzit. Zhurmë e madhe, zhurmë e madhe. Por nuk i mbyt njerëzit. E dyta pastaj, vdesin njerëzit edhe shkatërrohet këtë gjithësi. Në tretën, ringjallën njerëzit krejt. Periudha, këto faza janë. A me momentin e parë, kur i fryhet boris, surit, fillon kiameti. Aty filloi kiameti. Ma herët jo. E kjo zhurmë ma kujton mua, po kur të bëhet zhurmë e madhe që këtë krijesat e Allah do të ndëgjojnë. Sa që ka në hadith edhe shejton tikin, të më rrohen, e me lash të kapin, ku përshkani? Ku përshkan? Për i për Zotit, ja, këthau, nuk i ku me i për Allah. Allah ka thonë, fefirru ila Allah, ikni të Allah, shkani të Allah. Të
të mbledhen me në vllazën dhe motra, të kthehëm Zotit. Të kthehëm Zot se Allah po na dërgon shenja për ditë. Të kthehëm Allah. E ti përmirësojmë lidhjet tona me Allah. Mas mirë të na qet. Mas mirë të na qet kur kena lidhjet e forta, raporte të mira me Zotin ton. Mos presim të na vjen me laçja e vdekjes me na marr shpirtin se bëhet vën la ilaha illallah. Allahu na mëshiroft, na drejtoft, na udhëzoft. Po. Tash së fundit thot në Turqi është zbuluar një ungjilli i vjetër 1500 vjet. A është thot kjo prej shenjave të kiametit? Ja. Nuk është për shenjat të kiametit, çka? Çka ka çka prish puna, po çka ka rëndësi, është para 1500 vjet apo 1300 më shumë më pak. Më rëndësi është në konsenzus që të krejt, të musliman të krishter, të krejt. Injil original nuk ka. Injili që le shënun kohën e Isaut nuk ka. S'ka. Po edhe mas Isaut më njëherë nuk ka që shënun. Sepse presioni i madh nga bizantinët, nga ushtria, policia, bizantinë, e më këmbësit të mbretët bizantin, se atë kishte Konstantinopol, atë kishin Konstantinopol, kishin qendrën, a në Kutsi Sherif ishte me këmbësin, Jerusalem, Palestinë, dhe prej tina, atje kanë mushmenën, jahudit, me liftu Isaun, me një kemi mytë. Pa marrë leje dhe pa informue bazën kë poshtë. Pas Isau ngrit në qiell nuk arriti me mbyt, shka thonë Allah, wa ma qatalu wa ma salibu, lakin shubia lehum, ju është përgjatë tyne, asë kanë vra, asë kanë gozhdu, kryqëzu. Filloi ndjekja e thtarëve të Isaut. Dhe thtarët e Isaut edhe ashtu nuk ishin shumë, veçanti nxënësat e ngushtë afër tina, nxënës të afërt, që kishin marrë dije prej Isaut, kishin marrë Injillin, është ka përdorur për to, kopen, o mshefen. Dhe kaloi një kohë. Dhe ata kur fillon me shënue Injilat, pe mendjes të vet. Pi këtu. Çka ka mujt me majt men. Deri që të hahet. Por, me ardhen e Konstantinit e në pushtet, e cile ka ndërtu Konstantinopolin, e që thuhet se ka qenë i lirë, shqiptar. Dhe e ka majt tubimin të kishave, se këta e kanë tubimin të kishave të krishterët. Në vitin 325, çdo mund i thtarëve të Isaut ka dështu. Edhe ata prifta, të cilët janë edukuar në frymën e nxënësave të Isaut, pasuesve të Isaut, havarini që në Kurane, nxënësave të Isaut, dhe kanë qenë prezent në mbledhjen e madhe që ka përfshi përmi 2100 veta, prifta e murga, njerëz të mëdhej në perandorinë bizantine. E kanë qenë brana atë mbledhje, në krye me mbretin Konstantin, edhe ata më o mundën dhe o persekutun dhe mbyll goja dhe nuk zofti kush me qilë gojën për tyne, më dojnë këfidun. Mbeti ideja e çka që është sot, se Isa është biri i Zotit, se kryqi do të favorizohet, edhe kryqi bëhet zyrtar, dhe ndryshon mësanet. Nëse është rujt dikun diçka, kjo është 1500, dhe me thonë, në përflasë periudhë hala më herët, 1500 në vënë, por nëse është diçka e vërtet, kjo jep me kuptu, se nxënës pas nxënësi, që ka mujt me majt men, fene shëndosh të Isaut, që ka mujt me majt men, ka shënu diçka. E prej tyre është rujtur edhe pa ato, se në shumë, që të quaj, se versete, fjali, versetën e themi në Kur'an ajete, të cilat të regojnë qarë se Isau është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Dhe kjo ka qenë mendim shumë i fortë, i cili është thënë edhe mrena në mbledhjen e madhe që është marrë që thash pak më herët 325. Por vetëm 330 vetave që kanë qenë, ka thonë Isa ka qenë biri i Zotit, kanë thonë për Trinin, vetëm ta 330 i ka marrë Konstantini
Edhe I ka thonë, urdhoni ju çka po doni, unë jam me juve. Krejt tjerë janë kundra. Edhe po ata nuk ishin në grup, në gojë. Ishin mendime të ndryshme. Por mesin e këtyre mendimeve tjera është edhe mendimi se Isa është Abdullah, është robi I Allahut. Isa është njeri, Isa pejgamberi I Zotit, nuk ka të bëjë me punë shejtërie kur gjë. Isa njeri I Zotit. Tash se duket është rujt, është e pamundur më shkput krejt ajo. Që çat krishterët edhe jo vetëm 300 vjet e 500, por edhe pak më vonë, edhe deri ka pejgamberi. Se këtë 500 vjet, ta shekullin 7, në jena shekullin 6, 500 vjet, I bjen 1500 vjet, I bjen dhe me thonë në vitin 500 diçka, të vdekjes së Isaut alayhi salam, shekullin 6, shekullin 7, ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai 600 dhe deri 641 dikun ka jetu që Herakliu që thash, ka qenë pushtet. Dhe me thonë pak para tina, nëse ka kjo është vërtetuar që çat ko kjo Bibël ka qenë, pak para ti është shënuar. Në çit ko neve historia na mëson. Ata që dojmë me lexu historinë e perandorisë bizantine, nga e krishterizmit të flas, që ka qenë I implementuar në perandorinë bizantine, kuptojnë qartë se kisha katolike dhe ortodokse në atë kohë kanë qenë të përqara, për nga realitet ka qenë devijuara. Për nga realiteti kanë qenë individ të cilët e kanë ruajtur fenë e shëndosh të sot. Individ, jo shoqëri, por individ, disa murga, cilët e kanë marrë pe hoxhës tyne, pe priftit, pe murgët tim, murgu nxansish, pe hoxhës, pe murgët, pe mësuesit, dhe e kanë ruajt. Pak ka pas asi. Ta qëta që ka pas pak, që numër I vogël pak, prej tyne, dikush I ka shënu këta. Asë që ka mojt men, dhe ndër tjera se Isa është robi Zotit, ndër tjera se pejgamberi se Isa ka paralemru që ka marrë Muhamedi, sepse Biblia njërë të prerë e vërtetan, le që kanë fshi këta, por e vërtetan premtimin, përgëzimin se, edhe ka premtu edhe ka përgëzu myshde, që ka më ardhë mas meje një pejgamber me emrin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sikur se për Isën që ka paralemruar Musa, ka paralemruar Davudi, për Isën që ka më ardhë, kanë përgëzu popujt e vetë. Kur ardhen që e kanë luftu njeriu. Edhe Isa I ka paralemruar popullit vetë, sa ka marrë një njeri mas meje me emrin Ahmed. Ahmed I bie Muhammed. Por kur erdhi, nuk e pranuan. Ata që e rujtën këtë e pranuan, edhe nga evrejt, edhe nga të krishterët. Por kanë qenë pak. E rujtën. Prej tyne që këmbreti Herakliu, kër e ka lexuar letrën, edhe ka thonë kjo është e vërtet. Dhe I thot atina farë delegues të ambasadorit pejgamberit të këmbreti. Thot, e që më një këtë njeri e respektoni, thot, po respektojmë një. Thot, të shakon une, taj, ati e kësha puth kamët. Mbreti dënja, perandria bizantine ka qenë numër 1 atë kohë. A Mekja, brështi vogël, Medine, kushtani Medine halan atë kohë. Thot, të shakon une, taj, ja kësha puth kamët. Edhe për të thëmë diçka, për të thëmë diçka. Nëse, është I shpëthu ti, qaj njeri që atje, nuk kam e shku largë, që të pushtet që kam në kamët e mija, kam e marë. Dhe historia shënën. Në kohën e Omerit, tash pejgamberi jetoj se jetoj vdiq e Bubekri, në kohën e Omerit, ka ra perandoria bizantine, që kë Herakliu hala gjallë. Kur e largu këpej Damaskit, e dharë dhe fut mëra në Turqi, I ka shënë historia këto fjalë, këthejt edhe njëherë edhe këqyrë, thët, miru fafshim, ja thët, seris, për gjithmonë deri në mshim, net krishterët më me ty, e fshetëm durët. Edhe fjala tina ishte hak, pre asaj kohë, që o largu, që edhe së dhe kësaj dite, kjo puni ka 1400 vjetë, e ma shumë që ka thona e të fjallë, 1400 vjetë, subhanallah, fun më, sepse misioni që dërgua I burr atje, ai është hak, ai ka marrë vendin tonë. Edhe, sepse gjithmonë komandantët ku largohen, thënë kthehëm, ai thë jo, këto nuk ka kthim më. Këta nuk e na për më kthyna. Ja. Po. E jam thot në lidhje me një vajzë, por problemi është se nëna e saj tani thot është e martuar me një kushëri timin, pasi që është ndartët nga burri I saj dhe familja e saj
thonë s'bën tani ta marrë atë vaj, çfarë të Ja, bëj? sa të keq s'ka hiç edhe më mirë bile. Po pse nana martune për kusheri? Tash edhe çika vjen për kusheri tjetër, afron nga vetë kush të keqja këto? Ja s'ka të keqja këto, kur gjallë në të qoftë. Lehat meselet që ka thënë hallku. Po. Nuk kanë arsye tash, më nis me qyr arsye tash to pak kanë lënë martu me diken. Jo janë krasniqe, janë beresha dojve tezë, ishin pe ati fisi, jo kë pak me rije, kë pak me vjetër, jo, lehat të sene, po. Një hoxh në internet ka thënë se me laçet po dokën në sëri. Sa është e vërtet kjo? Mu nuk ma mushët mendjen e punë. Mu më duket manipulim i këtyne farë hakera, shka thënë këtyne farë që punin në për internet, si quhen ata. Ma shumë më duket manipulimi tyne. Jo që nuk vinë me laçet. Me laçet Allahu Azza wa Jalla ka thënë në Kur'an, në suratul Anfal, për Mekë, për Bedr, luftën e Bedrit, Medinë. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ظاهرون jetet. Dhe kur kërkuat prej Allahut ndihmë dhe Allahu u ndihmoi, u ngadhnjej, u forcoi me 1000 melaçe. 1000 melaçe kanë ardhur me luftun Bedr, krah muslimanëve kundër idhujtarëve paganëve. Dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam pejgamberi Zot tankon pe lut Allahun dhe pe kesh fytyra për një herë. Po të mysh se po ka zbresë melaçet. Po ato vin prap, kanë thonë le moja ato vin, që në Allah Azza wa Jall. Por çat forum që ashtu me i pa, që ashtu sene, që tanat, ajo shumë larg i meq. Allahu alem, Zoti e din më së miri. Kur po lazdron të fëmia po bëj beq që kam i rrej. Mirë po prap thot nuk po i rrej, apo hi thot në gjuna. Mos po be, stakfirullah, nuk po në bëbe. Nuk po në bëbe se hin gjuna ashtu, nuk po në bëbe. Jo, shuj. Ejubi alayhi salam o konë zëtue se nëse shnosh na kom me të rreh, kom me të dhanë një që në shtaga gruz të vetë. Po, dhe Allah ka të cekë të në Koran. E ka të cekë në Koran për Ejubin alayhi salam. Sepse gruja ndershme, gru bujare, gru fisnike, gru sabërlike, durimtare, e vetë një pekqyre Ejubin. E vetëmja, krejtë le qëtën me familje, me qka ka i thanë, ku është zotët, hajtë tane që të zëtë tënet një mënë, ku është taj, se një mut ka harru. Kjo e dinte së spro për i zotët. Dhe dikur i shitania ma shtre dhe grunë, dhe kjo pa, tha, ty pas ka prejkë shitania, val, ha tha në qofë shane herë, ki me hari që në shtaga të që për vetë. E kur është shëru, Allahu, tha, që për në timin vend, a më ju që në shtaga se e mytë edhe gru e mire kana ja. Por, qa me bon, ka për një qenë kashtla. Ledhe për një herë, dhe më shef, pap, një tro, me që betimin e në vend. Nuk bënë me zëtu ashtu. Nuk bënë me zëtu ashtu. A është haram të lexohet Kurani pa abdes? Me lezu, me kap me lezu si Koran kështu? Po. Me kap me lezu, nëse e prek, Allah ka thonë, nuk e prekim së të qenë të pastër. Ola me sohile në tahërun, nuk e prek, mës ta prekin ata që të pastër nga pastërtia madhe vogël. Edhe me abdeset për me prej Koranin. Por me qelë pa prek me dorë, me lezo nuk prish punë dhe pa abdest. Se zakonisht kur e bëjnë këtë pyetje e kuptojnë edhe Koranin për në gjuhën shqipe. Jo, në gjuhën shqipe nuk prish punë me lezo. Ta sqarojmë këtë. Gjuhën shqipe nuk prish punë me lezo, sa ai nuk ka Koran. Po. Ai nuk ka Koran, ai është fjalë njeriu. Po, komentim. Ça merr vesh prej Koranit të shënon, ai fjalë jamja jote atij, nuk është e Zotit. Fjala Allahut është fjala që lëmrana kornizave. Që është fjala Allahut, atë më se prek nëse pa abdest. Hapë Koranin kopertina, me kemi këse me sy për cille, për jo me prek me dorë. Cilat janë thot pasojat e mosdhënies së zakatit? Shumë të anë. Shumë të anë. Dhe është tem në vetë kjo. Hidhërimi në qilë. Balla është. Hidhërojët Zoti. është rrezik del pe feje krejt si për namaz. Po, del pe feje me mohu zakatin. Edhe mos më dhon. Është drothash, është rrezik. Ka thonë shumë ulema. Tu bereqeti pasurisë. Spravan Allah me lalla i sprovash. Pastaj çka në hadithi kur nalet zakati. Allah azza wa jalla na lëshim pe qiellit. Qënë thatësit madhe, qënë fukarallak, qënë s'kami probleme të reja shoqërore. Sepse me këqyr tash, nga një kanë tjetër,
krejt problemet që ka problem tokë është rezultat i mkateve gjunave tonë. E kë mkati, kush për namaz, kush për moral, kush për kombat, kush për bigjaz, kush për zeqat, mkate të ndryshme. Buen kalablak, se cila ka pak efekt negativ, edhe që vjen gjendje qështu. Gjendje politike, ekonomike, sociale, shoqërore, shëndetësore, vijnë probleme të një pas njëshme. Rezultatet durve tona. Pyetja e fundit, nëse një person i cili është 53 vjeçar nuk ka mundësi dot me fal namazin në rregull për shkak të peshës së rënd, a është gjuna me fal ulur? Jo, nuk ka gjuna. Pejgamberi ka thonë në sahabin e shokit vet, ai ka qenë i smut. I ka thonë falën kam, mos më është falu ulur, që aty shem në ulur kështu. Ulur në karrik, fetele, në kauç, ulur, je i ram, dhamin kam, ke problem kam. Ke quhet me arsye, me özër, me arsye falesh ulur. Po nuk gëzëm kam me bo kështu gojë shtrit, falesh shtrit. Po nuk gëzëm me najt ulën prej kurrizit, tash problemi tjetër se nuk gëzëm me najt ulën prej kurrizit, do të me najt shtrit, pa në falesh shtrit. Në formën që mund është falë, më rëndësi është me falë namazën, o i gëzun, namazën nuk bën me lanë. Forma dhe mënyra ka hapësirë, namazën pësa, a bën me la frimarjen, jo se desë, edhe namaz me lanë, des shpirti. Dë vdes shpirti, hala pa dalë vdes. Dë vdes zemra. Namazin me falë. Pase namazin gjësore brënditje. Pase namazin, a dhe qëfar energji është për punë, qëfar energji është për shpirt, qëfar energji është për zemër, qëfar energji është për psikologjinë e njeriut, për qetësinë e njeriut. Për të arsye nuk ka dëshka qatë qetësën, qatë freskën, qatë të shqenë nësa namazin. Ta knat shpirtin. Atë çfarë energjie merr për punë më shumë. E për sabër, për durim, për tana senet. E për shëndete. Namazi është. Namazi këtë është nurë, këtë është dritë, këtë është hajër. A është i lehtë. Është i lehtë, çes mon është pe komani për falu ulur. Po nuk po din me çata çadin. Me çata çadin. Kryesori më tregu Zotit se o Zot, unë ty të kum njoft se Zot. Dhe kum pranua urdhrin tënd. Urdhrin tënd, falu, agjëro, largoj kësaj, mos e batoj, kum pranu. Edhe kam mundu në maksimum me çat formë, me çat mundësi dhe me çat dije që kam, më të përgjigj ty o Zot, me të adhuru ty, më të përkushtu ty. Por të lutem me pranu. Unë pranu mu o Zot. Mos ma bëll derën e rahmetit tënd, se s'kam kujna të rëkas derën unë, nëse ti ma mbyll derën Zoti jam. Të faleminderit që ishit edhe sonte me ne dhe me shikuesit tanë. Miqtë dashur, reprizën e emisionit ton mund ta ndiqni çdo të premte duke filluar nga ora 15 pranë të varit. Ndërkaq në TV Mitrovica, emisionin ton përkatësisht reprizën mund ta ndiqni çdo të shtunë duke filluar nga ora 15. Shkrimet e tjera dhe ligjëratat e tjera të profesor Dr. Shefqet Krasniqit mund t'i gjeni edhe në internet në webfaqen krenaria.com, po ashtu edhe në Facebook të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi. Inshallah do të jemi edhe të njëjtën tjetër së bashku. Deri atëherë, mirëmbëjtje, selam.